Goli shënuar nga Gerald Kubazi mjaftoi 19 vjeçarëve të Vllaznisë për të siguruar trofeun e turneut Eagle Cup pas një fitore të ngushtë 1-0 ndaj skuadrës italiane Hellas Verona. Finalja u zhvillua në fushën e shtëpisë së futbollit në kryeqytet. Djemt 19 vjeçar të drejtuar nga Elvis Plori dominuan gjatë të gjithë sfidës, duke treguar se suksesi në këtë kompeticion nuk ishte rastësi, por rezultati meritave në fushë. Ndeshja u ndërprej për disa minuta në fraksionin e dytë për shkak të një përplasje të rëndë mes portierit të Vllaznisë dhe një futbollisti të Veronës. Ky i fundit u dëmtua dhe u desh ndërhyrja ambulancës për ta transportuar drejt spitalit. Me rifillimin e lojës dhe lajmeve pozitive për gjendjen shëndetësore të lojtarit, Vllaznia, ndonse luajti me një lojtar më pak pas ndëshkimit me karton të kuq të Hajdarit, arriti që ta ruajë avantazhin deri në vërshëllimin përfundimtar të arbitrit, duke siguruar kështu edhe trofeun e parë të këtij turneu. Eagle Cup është një aktivitet i organizuar për herë të parë në Shqipëri nga Fondacioni Albsol dhe Federata Shqiptare e Futbollit. Në këtë turne morën pjesë 8 ekipe nga vende të ndryshme, ndërsa Vllaznia 19 vjeçarëve si fituese ka të drejtën e pjesëmarrjes në turneun prestigjioz ndërkombëtar Viareggio Cup, i cili zhvillohet çdo vit në Itali.